14 herë kampion bote. 14 herë nuk më janë besuar, nuk i kam besuar syve të mi, e kam lexuar shumë herë. 14 herë, sepse ne vendosëm mos merremi me kickbox, merremi me gjëra tjera. Po pse po të marr ti koleg për të qenë kampion asaj. Azemi nuk e ka lënë dot. Po më isha unë tisha gjyqtar për kickboxin. Që 18 vjeç ka çuditur botën, ka çuditur botën duke u shpallur kampion. Po pse sa vjeç tani? 19. Unë jap 25. 25. Por let na e thot vet Azem Maksutaj se sa vjeç është. Nëse mundet, nëse jo. Sheshje që ka Azemi është ty koleg të paketon për 3 sekonda. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje Azem. Urime njërë për t-shirtin. Ne të Kosovës kemi, edhe pse jemi shumë të fort, edhe ne kemi rëshet, edhe ne pak mi rritë samet, edhe ju i rritë një samet. Faleminderit shumë për respekt me avë, jem ashtu është. Ka qenë rrugë e gjatë. Rrugë e gjatë nuk duket, sepse, 25 vjeç nuk t'i japim dot, por te 40-at? Shiko, një sportist që ka qenë kampion vitet 90, kolegë, është si puna jo? 50? Unë shoh kolegun që është 50? 39 vjeç edhe e di si m'duket apo jo, si kandidat për mosh pensionit, 50 vjeç Azemi. Kjo është bullizim, Azemi. Po më detyron kolegë që të bëj një nga lëvizjet e Azemit. Jo. Por kolegë patë shumë drejt për te që mund kishte patur një rrugtim tjetër si aktor filmash, se duke i parë fotot e atyre viteve kur është marrë me këtë sport, vërtet dukeshe si një aktor filmash. Ne ke menduar ta bëje që në fillim fare? Ka qenë një kohë e vështirë, vitet të 90-a, e dini ju, ne kemi pas një kohë me të vërtet, nuk i kemi pas shkollat, nuk i kemi pas nuk kemi pas internet, po të njëjtën kohë kemi arrit shumë, ka qenë me të vërtet, o doftë shumë punë, o doftë. Azem, po si e kuptove që ky pasioni i yti, si që thua ti, do kthehej në një profesion të vërtet dhe duke u shpallur 14 herë kampion bote? Në Kosovë, madomendja nuk e patur rastin dhe fatin të ushtrosh si sport. Ka qenë për një kategori tjetër personash. Vitet e 90-a kemi ushtruar njëjtën kohë në Zvicër, njëjtën kohë kemi bërë disa gara në Kosovë, një kohë shkurt pas luftës. Kemi qenë në kohën e vitet 90-a, jo në kohën e Enveroz, por pas kohës në Enveroz, koha e Azem Hajdarit, kemi qenë edhe në Tiranë, kemi hapë me Enver Cakicin, Enver Idrizin, kemi ndihmu shumë të rive edhe në Shqipëni. Ky sport më ka ja pas shumë që e kom qenë në shkollë shumë të madhe, tani edhe dua t'ja u kthej. Pyetja juve, ky sport ka qenë gati si sport për shembull edhe hobi, po tashme është profesion. Në Zvicër ka qenë shumë vështirë të është profesion, se këta zvicranë e dini kanë shumë lek, janë shumë pasë, nuk e dojnë këtë sport rrahje. Kështu që ka ardhur një kohë që ja kom afrua që ofër, ja kom zbukuru, ja kom drejt që fëmijët e tyre janë tani të ushtru sa më shumë, sepse kanë dalë këto smartphone-at, iPad-at, senet, Swipe-et edhe zvicranët janë detyruar tash mu marrë me sport, sepse sikur e dini ju si po marrohen fabrikat, janë mbyllë s'punon kush në Kinë po ndërtohen senet, edhe duhet zotin e kanë thonë duhet të kumë që të lëvizim edhe ju vetëm pjesin me një iPad apo një iPhone ditën natë. Shumë interesante kjo që the. Pra, në një farë mënyrë ti ke qenë promotor e këtij sporti jo vetëm në Shqipëri në vitet 90, po edhe në një shtet si Zvicra, që na shpjegove shumë bukur që në kulturën e tyre ky sportet e rënda, quhet një sport i rënd, nuk ishin fort sport luftarak. Sport për shembull rrahje, boks. Pikërisht pra. Po ndoshta është më tepër dhe se sa boksi. Sepse në boks ti nuk pëson lëmdime sa që pëson në kickbox. Kickboxi përderisa përdor dhe këmbët, dhe goditën në pjesë trupi që ndoshta nuk lejohen nga boksi, është më luftarak. Këtu dua të them që mund t'jetë, tash e shef, nuk e di si e shef mirë, që u spjegoj pak, mund t'jesh më i shëndetshëm se boksi. Pse? Vjen pyetja, pse më i shëndetshëm se boksi? Sepse nëse merr për shembull
pikë. Ato jenë pikë sikur ta jepish në gol, ai ta jep në boks, në kokë, apo në dur, apo onë shku do ta jep. Nëse merr për shembull në boks ramje vetëm në kry, ki 50 deri në 60% ramje vetëm në kry. Kryt nuk i duron të ramjet sikur i duron për shembull trupi. Natyrisht që të rrit marrin të ramje, po ku t'është njëri për shembull 20 vjet, 25 vjet, 30 vjet, e ki atë lloj testosteronën shumë larg edhe shërohet shumë shpejt. Të shohim për shembull tash puna e Shakirit apo Mehmetit me futbollerë. Deri të vitet 35 vite janë shumë të fortë. Me s'folim për një Ronaldo i cili ka 40 vjet, ai është më shumë se njeri, apo kupton? Ushtron shumë, po të shkojmë te mesatarja e personit i cili si ti bësh për shembull, si ti ki 20 vjet, 15 vjet, 17 vjet, 25, 30, aq je i fortë, aq je rezistent, s'ki me pas kur problem. Ama koka është pak më vështirë. Pra, për këtë arsye duhet vetëm ja sqaroj se është më e shëndetshëm edhe më e pa rrezikshëm se klasik boks. Apo kupton vetëm me dur. Kjo është e vërtetë Azem, edhe unë po ta ilustroj me rastin e boksierëve shumë të njohur, cilët kanë mësuar me sa duket gjatë praktikës tyre komocione cerebrale, tronditje të trurit dhe kanë vuajtur nga Parkinsone apo nga çrregullime të tjera, rasti Muhamet Aliut apo të boksierëve të tjerë që dyshohet pra që kanë ardhur pikërisht. Ja dhe një gjë e re që mësuam sot, pra dhe unë e aprovoj, besoj këtë që thua. Është shumë e rëndësishme ta dini sepse ne fillojmë nga karateja. Karateja është 300-400 vjet apo 500 vjet. Karateja është edhe atje ki shumë stila, ki karate full kontakt, me full, për shumë full kontakt të më thonë që t'i bisë kundërshtarit full me tramje, ose vetëm ta mersh një pikë. Edhe në këtë sport ki federatat ndryshme, këtu është e lejuar me sill me bryl, këtu është e lejuar me sill me gjuhë, kështu që janë shumë të ndryshme. Sikur keni pa edhe videot, edhe meqet për shembull që kam boksu në Tajland, në Amerikë, edhe në Kosovë, edhe në Zvicër, në krejt Evropë. Azem, 14 herë kampion bote është, do të thosh është një arritje superiore, pra shumë pak sportistë kanë arritur që ta ruajnë apo që të jenë 14 herë në çatinë e botës në një lloj sporti. Pa dashur të gjykoj kohën që ti ke boksuar, sepse padyshim edhe atëherë kickboksi ka qenë shprehur, por nëse do të garoje sot, a mendon që është më e lehtë apo më vështirë me arrit këtë sukses që ti ke pas 20 ca vite të shkuara? Është te ne kosovarët apo shqiptarë që tani kanë arrit, pse unë e pyes veten tani, nëse mendoj në tani më nis, është shumë vështirë, sepse nuk mund të arris kur tani me këtë mendje. Pse jam i lëndum, jam kështu, po në atë kohë, vitet 90-ta, kemi pas ne shqiptarët inati, nuk në di që me shprej inati, a thune jo të Shqipëris, inati. Po. Keni qenë të mbushur me një lloj... Me një lloj mërie, po themi. Nuk e di inati shumë, edhe ka ardhur tash pse na shqiptarët të Kosovës kemi arrit shumë këto vitet e 20-tat. Të marim Rita Orin, të marim Dua Lipën, të folim për Albert Drizin, Nervet Zakicin, Krasniq, të shumë sportistë atjerë. Kjo është jo normale si me arrit një shtet as 2 milion, si janë shqiptarë të Kosovës, si mund tjetë kjo. Apo kupton, kështu që të shikoni Rusini ka 80 milion, e kiti inderitis, ku me ditë sa miliardë dhe nuk mundin me konë qashtë fort sa 2 milion shqiptarë, edhe në fundit e kom llogarit, e kom thonë vetën pse. Të kthejmë të pyetja juve, është ma lehtë tani për ma arrit një sportist, është ma lehtë, e vërtet është ma lehtë tani, se tani i kanë palestrat e mira, i kanë menaxher të mirë, menaxher të mirë, kanë lek në atë kohë, për shembull, t'ja thomë vetëm se nashti po foli tepërt, t'ja thomë vetëm një sen, kur kam qenë në Tajland, të daftë për shembull për me bleni
bilet për më shku në Tajland në duft një 3 hera, 4 herë me shdryp, në për Dubai, në për Doha, për me marrë një bilet më tjerë. Sot, e marrë biletën në biznes edhe u kryja, apo kuptan, me thmit një. Plus o dasht në Tajland me 3-4 euro ditën me kalu. U dasht 3 herë në ditë orez me hongër, vetë mujt pi, vetë një gjë që ka mujt me ble, ka qenë në farë ananasi, ananas. Ananas, po. Kushtoj këtë 3-4 cent kushtoj, ke dhe gjithë ditën anas të i hongër orez edhe kurzo, pastaj dur një supa, ashtu supa, din që ka supa, me ashtu në prun, edhe ne në Kosovë, apëtën pulen, nuk e hajmë kom të kokën e kretë, duhet me kokën e kretë. Pas ka të fuqia atyre që të bëhesh kampion. Ka qenë shumë vështirë me mbjetu me atë kohë.